Gjatë fillimit të viteve 1300, luftëtarët Gazit të Osmanit arritën një seri suksesesh ushtarake kundër forcave bizantine. Këto fitore i tërhoqën fisnor dhe prijesa të tjerë drejt hapësirës së Osmanit. Fuqia ushtarake në rritje në dispozicion të Osmanit i dha mundësi atij dhe të birit Orhanit të zgjerojnë territoret e tyre në Anadollin veriperëndimor. Orhani mori më 1326 qytetin e Bursës nga bizantinët dhe bëri atë kryeqendrën e shtetit të tij që po lindte. Ai bëri ditur autoritetin e vet të pavarur, duke stampuar monedhat e tij dhe e shpërfaqi nxitjen islame në pushtimet e veta, duke ngritur një medrese dhe duke ndërtuar një xhami, mbi shkrimin së cilës e përshkruante atë si Gazi, i biri i Gaziut. Teksa principata Gazi Orhanit bëri kalimin nga një shoqëri kufitare në një shtet të afirmuar. Në shtetasit do të njiheshin me emrin e familjes së tij, Osmanlit apo Osmanët. Ndjenja e përgatigisë së një shtëpie të vetme dinastike krijoi një solidaritet dhe besnikëri që dal nga dal shkoi përtej lidhjeve fisnore. Osmanët ishin shtrirë gjë në brigjet e detit të Marmaras nga mesi i shekullit të 14. Matan ujrave shtrihej Europa kristiane, e cila kishte qenë gjithmonë përtej mundësive të sundimtarëve musliman, por jo e paarritshme për Osmanët. E gjithë Europa juglindore ranën kontrollin e drejt për drejt Osman përgjatë 2 shekujve në vijim. Ekspansioni Osman i shekullit të 14 në të 16 ishte jo më pak i jashtëzakonshëm se pushtimet arabe 700 vite më herët. Osmanët jo vetëm ushtuan territore të reja europiane hapësirave të islamit. Ata po ashtu e shtrinë sundimin e tyre në tokat arabe, ku kishte lindur islami. 3 fushatat të suksesshme ushtarake lustrojnë transformimin e shtetit Osman në një fuqi botërore. E para ishte pushtimi i Konstantinopojës, një arritje që u kishte ikur komandantëve musliman në shekuj. Pas një rrethimi të gjatë, më 29 maj 1453, forcat e Sultan Muhammed el Fatihut, i njohur si Sultan Mehmeti II, hyrën në kryeqytetin bizantin dhe i dhanë fund rolit të Konstantinopojës si qendra simbolike e botës së krishterë lindore. I njohur këtë jetutje si Stamboll. Qyteti u bë vend qëndrimi i qeverisë osmane dhe u kthye te shkëlqimi i shkuar nga programi i Mehmetit të II për rindërtim dhe ripopullim. Banorët në tërë hapësirat osmane u nxitën e nganjëherë u detyruan të rivendosen në Stamboll dhe nga fundi i sundimit të Sultan Mehmet Fatihut në vitin 1481, qyteti ishte streha mbi 100.000 njerëzve dhe përsëri mbeti një metropol në lulëzim. Nga fundi i shekullit të 16, Stambolli me një popullsi që i kalonte 700.000 banorët, ishte qyteti më i madh i Europës. Ai ishte gjithashtu mahnitës nga pikpamja arkitekturore. Mehmeti II dhe pasuesit e tij në fron ndërmorën programe ndërtimi të pakursyera që e pajisën Stambollin me pallate dhe struktura fetare monumentale dhe e bën pamjen e tij të denjë për kryeqytetin e perandorisë kryesore islame të kohës. Sinani, arkitekti mbretëror, e përsosi gjatë shekullit të 16 stilin klasik osman, me kubete mëdha, me minare si lapsa dhe me komplekse geometrike. Monumentaliteti pamor i Stambollit simbolizonte fuqishëm pasurinë dhe pushtetin osman. Pushtimi i Stambollit u dha osmanëve një bazë të pakrahasueshme strategjike, nga e cila të dominojnë detin e Zi dhe Mesdheun lindor. Por osmanëve u duhej një flotë ushtarako-detare për të përfituar plotësisht prej pozicionit të tyre. Pa të, nuk mund të rrëmbenin kontrollin e tregtisë detare nga qytet-shtetet e vjetra italiane, veçanërisht nga Venediku. Dhe kështu, Mehmet Fatihu urdhëroi ndërtimin e kantiereve detare në Stamboll dhe mblodhi karpentier, detar dhe tregtar të zot nga rajonet bregdetare. Këto përpjekje i dhan formë një flote ushtarako-detare që në fund të dëboi Venediku nga Mesdheu lindor dhe i vendosi osmanët si fuqinë supreme detare nga Adriatiku në detin e Zi. Krijimi i flotës u dha mundësi po ashtu osmanëve të pushtojnë ishujt kryesor strategjik mesdhetar, nga ishulli Rodi në vitin 1522 dhe Qiproja në vitin 1570, në lindjet te Kreta në vitin 1664, në qendër të shtrin kontrollin e tyre mbi Afrikën e Veriut me pushtimin e Algjerit në vitin 1529
dhe të Tunizit në vitin 1574. Ndërkaq përmirësimet në ushtrinë toksore osmane e bën atë forcën ushtarake më të frikshme të shekullit të 16 dhe të 17. Në qendër të superioritetit ushtarak osman ishte zhvillimi dhe përdorimi i gjerë i armëve me barut. Sultan Mehmeti II kishte vënë në veprim që nga viti 1453 topa të rënd rrethimi për të çarë muret e Konstantinopolës. Osmanët e përshtatën në dekadat që pasuan teknologjinë e artillerisë për të shërbyer nevojave të tyre të posaçme, veçanërisht duke zhvilluar topat e lehtë fushor që mund të transportoheshin në karroca për në fushë betejë të largëta. Këto topa i rënuan ushtritë feudale të Europës, këmbësorët e të cilëve luftonin përgjithsisht me heshta. Veç kësaj, osmanët e pajisen këmbësorinë e tyre, jeniçerët, me armë me barut në një shkallë të tillë sa në shekullin e 16 vunë në përdorim më shumë armë zjarri se çdo forcë tjetër e armatosur në botë. Duke shfrytzuar këto avantazhe teknike, forcat armatosur osmane imposhtën ushtritë e Europës dhe të lindjes së mesme, fushat pas fushate. Por përgatitja për luftim dhe teknologjia superiore e armëve nuk ishin arsye të vetme për suksesin ushtarak osman. Sipas studimeve të fundit, intendenca osmane ishte tejet e përparuar në krahasim me atë të kundërshtarëve. Përrjedhoj, trupat osmane ishin të furnizuara më mirë dhe më rregullisht se ushtritë e tjera të kohës. Megjithë që osmanët u përqendruan në ekspansion në Europën kristiane, ata në të njëjtën kohë i dërguan ushtritë e tyre në lindje për t'i mbrapsur përparimet e perandorisë safavide të Iranit. Këto fushata përfaqësojnë shembullin e dytë të rritjes së fuqisë botërore osmane. Kur Sultan Selimi i parë e udhëhoqi ushtrinë osmane në një fushat lindore në vitin 1516, objektivi i tij u duk të jetë pushtimi i kryeqytetit perandorak safavid në Tebriz. Sidoqoftë, ai vendosi në vend të kësaj të neutralizojë kërcënimin që paraqiste një tjetër rival rajonal, perandoria mamluke, e cila ishte përqendruar në Egjipt, por gjithashtu kontrollonte Sirinë dhe territoret e caktuara në Anadollin jugor. Ushtria e fekshme osmane i nxori lehtësisht mamlukët nga Siria dhe në fillim të vitit 1517 Selimi i parë nisi në marshim forcat e tij përmes Gadishullit të Sinait dhe mori Kairon. Ky veprim i shpejt bëri që osmanët të marrin shumicën e rajoneve qendrore klasike të Islamit arab dhe solli integrimin e traditave islame arabe dhe osmane. Pushtimi osman i tokave arabe i vendosi sultanën si sundimtar suprem brenda Bashkësisë Univerzale Islame. Të njohur si mbrojtës të qyteteve të shenjta të Mekës dhe Medinës, ata pretenduan kësaj detyrën e rëndësishme të garantimit të sigurisë së pelegrinazhit të përvitshëm. Për ta përmbushur këtë përgjegjësi dhe gjithashtu për ta frenuar perandorinë ekspansive tregtare, detare portugeze, Selimi urdhëroi krijimin e një flote të detit të kuq. Edhe pse osmanët u treguan të paaftë për të rivalizuar me portugezët në Oqeanin Indian, sundimi prej tyre i Egjiptit i lejoi të vendosin hegemoninë në detin e kuq dhe ta përfshin Yemenin në perandorinë e tyre. Përveç pasjes së përfitimeve tregtare dhe strategjike, pushtimi nga Selimi i Egjiptit i siguroi më tepër pesh pozitës islame të sultanëve osman, duke u dhënë mundësi atyre t'i qasen titullit të kalifit. Sipas legjendës, një antar i shtëpisë sunduese abaside i shpëtoi shkatrimit mongol të Bagdadit në vitin 1258 dhe u nis drejt Kairos, ku ai dhe pasardhësit e tij u strehuan nga mamlukët dhe u njohën si kalif legjitim. Pas pushtimit osman të Egjiptit, kalifi në fron u mor në Stamboll dhe nga sa thuhet, ja kaloi titullin Selimit dhe pasuesve të tij në dinastinë osmane. Por sultanët nuk e përdorën gjithësisht këtë të drejtë mjaft të diskutueshme për kalifatin, gjerë në shekullin e 19, kur e ringjallën legjendën e kalimit me qëllim që të siguronin mbështetje univerzale muslimane për përpjekjet e tyre për ta penguar imperializmin evropian. Duhet pasur parasysh, megjithatë, se theksi më i hershëm historiografik mbi impulsin fetar si forca e vetme shtytëse pas ekspansionizmit osman duhet modifikuar tani nga një vlerësim i faktorëve të tjerë. Në veçanti, ushtritë e para osmane që do të kapërcenin detin Marmara për në Europën juglindore,
përfshinin kontingjente të qenësishme të mercenarëve të krishterë grek, të cilët, si gazit osmançi bashkëshoqëruan, e ndoqën standardin osman, jo për Zotin, por për arin dhe lavdin. Kështu, politika osmane e ndërtimit perandorisë u mbështet nga Islami, por përfshiu dhe konsiderata pragmatike temporale. Osmanët institucionalizuan në shekullin e 14 një metodë për të marrë sklever prej nënshtetasve të tyre të krishterë europian. I njohur si sistemi devshirme, ai përfshiu një rekrutim në çdo një prej pak viteve të fëmijëve meshkuj adoleshent të krishterë nga provincat europiane të perandorisë. Osmanët i shfrytzuan nëpërmjet këtij sistemi rezervat e mëdha të burimeve njerëzore të provincave të tyre kristiane europiane dhe i vunë ato në shërbim të shtetit. Të larguar nga familjet e tyre dhe të marrë në Stamboll, fëmijët u konvertuan në Islam, u provuan dhe u shitën e më pas u përgatitën për shërbim në perandori. Të rinjt më premtues të marrë në rekrutimin devshirme, ndoqën shkollat posaçme brenda kompleksit të pallatit mbretëror, ku kaluan vite përgatitje që synonin t'i bënin ata gati për udhëheqje si klasa sunduese osmane. Ata studiuan persisht, arabisht dhe turqishtën osmane, mësuan kaligrafin dhe pikturimin, si dhe strategjinë ushtarake e përdorimin e armëve. Një vëzhgues europian i shekullit të 16 i përshkroi shkollat e pallatit si agent për krijimin e një muslimani luftëtar, shtetar dhe besnik, i cili ishte në të njëjtën kohë një njeri i letrave dhe një zotëri me të folur të hishme, me mirësjellje të madhe dhe me moral të mirë. Shembulli i tretë i ekspansionit të suksesshëm osman ka të bëjë me fushatat europiane të sultanit Sulejmani i Madhërisëm, 1520-1566, më të fuqishmit të sundimtarëve osman. Para së gjithësh, një sultan me frymëzim gazillëku, Sulejmani u përqendrua në shtyrjen e kufirit osman edhe më thellë në Europë. Sulejmani udhëhoqi forcat osmane në vitin 1520 në marrjen e qytetit kyç fortesë të Beogradit, që u bë terreni kryesor stacionues për fushatat e mëvonshme osmane. Budapesti dhe pjesa më e madhe e Hungarisë ishin shtënë nën kontrollin osman gjatë pjesës tjetër të viteve 1520. Atëherë, në vitin 1529, Sulejmani tronditi botën e krishterë me marshimin e një ushtrie osmane nëpër Danub dhe rrethimin e Vjenës, kryeqytetit perandorak Habsburg dhe portës për në Europën qendrore. Ndonse rrethinat e Vjenës u shkatruan dhe muret e qytetit u çan pjesërisht, mbrojtësit u mbajtën gjersa kërcënimi i dimrit i detyroi osmanët të tërhiqen për në Stamboll. Fushatat europiane të Sulejmanit e konsoliduan sundimin osman në Hungari dhe Serbi në vitet që pasuan, por sultani nuk qenë në gjendje të niste një tjetër rrethim të Vjenës. Europa qendrore ishte përtej caqeve të ekspansionit territorial osman. Megjithatë, zona që shtrihej brenda atyre caqeve, që aq e gjerë nga Danubi në Yemen, nga Shqipëria në brigjet veriore të Detit të Zi dhe nga Algjeri në Bagdad, sa perandria osmane me vdekjen e Sulejmanit në vitin 1566, ishte fuqia e madhe europiane mesdhetare e lindjes së mesme dhe e gjirit persik. Nuk ishte vetëm shteti kryesor islam i shekullit të 16, perandoria osmane ishte gjithashtu një perandori e madhe botërore.